Jemi te rubrika Magjikeve të vegjël, aty ku përveç që na jepet një energji e një dashni e madhe për fëmijëve, për talentëve të tyre, na zbukurojnë shumë edhe studion ton. Çdo herë kam shumë kënaqësi kur ftoj fëmijë të vegjël, të cilët kanë ëndra të mëdha dhe punojnë për t'i realizuar ato, siç është edhe mysafirja ime e vogël, nëse më i thonë e vogël sepse çdo herë kur po i thirri fëmijët mas i periudhe po janë shumë gjatë, shumë të mëdhaj. Edhe Ana e Sufi, e cila është sot me mua, që ka qenë edhe herë tjera kur erdh, ke më gjatë se unë, Ana, ka jenis. Mirë se erdhe, Ana. Mirë se ju gjeta. Shumë po gëzona për ty, tash ma i bën një vajzë e madhe, pavarësisht që je 12 vjeçare, unë të maj mend shumë të vogël, kur vishe me këngët të tua, edhe me të vërtetë po gëzohem edhe për suksesin tënd në shkollë dhe në muzikë. Faleminderit shumë. Përndryshe, Ana është një prej mikeshave të para të emisionit Familja Jonë, kur ka fillu këngën në saj të parë, në tani ka pas një pauzë se u fokusu shumë edhe në shkollë, qëtash edhe pak ditë ka me lansu edhe këngën në saj ma trej, por para se me dalë të kënga, Ana, po du me fol pak për Anën. Ana e don artin shumë edhe po shkon po e njeh hap pas hapi, ti edhe në shkollë të muzikës. Po, unë jam në shkollë të muzikës, e vijoj baletin edhe pianon, po ashtu shkoj edhe në kër edhe në valle. Unë jam shumë e lumtur që tash kam mundësi që të shpreh talentin tem dhe që të jem ajo që jam, sepse kur ka dikush talent është pak keq që mos të shfrytëzohet, po. Se ti prej vogël talentin e ke pas për muzikë, mandej kur fillove me e dash baletin, pianon? Po, baletin unë e kom dash prej që më kanë 3 vjeqe. Okej. Njerë në balet ke shku? Po, njerë në balet kom shku, sepse mi shisha gjithmonë ato vajza në televizor, në për filmat të ndryshëm, Barbie edhe kom pas shumë qef se thesha dhe mame dhe unë po kam qef këto, me qenë si gjithë këta fëmijët e tjerë. Edhe pastaj mami vendosi që të më qoj, kam qenë 3 vjeqe apo 4 që shto, kam qenë ende e vogël po me ëndrat më doja. Edhe po punon shumë në ato ëndra. Tash që ke në hapat shumë të suksesshëm edhe të baletit edhe të pianos po edhe të këngës. Me balet edhe me piano, me sa e di, ke marrë pjesë edhe në shumë evenimente, në gara të ndryshme. Po, me balet kom marrë pjesë të shfaqja Arthysi, që është në bajt tash, që janë zgjedhë disa fëmijë të veçuar me audicion. Unë kam qenë shumë mirënjohëse që jam përzgjedhë me qenë në atë shfaqje aq të bukur, se ka qenë Arthysi i parë që ne kemi bërë, sepse në për shtetet të ndryshme është bërë Arthysi, po vetëm në Kosovë ende jo. Kam marrë pjesë 2 herë dhe kam qenë me trupin e baletit Kosovës dhe kam qenë shumë përtej e gëzuar dhe e lumtur që më është dhënë mundësia që t'jem pjesë e asoj shfaqjeje. Me kër, shkoj edhe në kër dhe kam shku edhe të Erikona Hysaj, të Kurjo Karina. Unë atje kam pas shumë koncertet të ndryshme, si për shembull të Carmina Burana, po ashtu edhe të koncertet tjetër që e mban Rom Lahaj, edhe shumë koncertet të ndryshme që kemi pritur ambasadat të ndryshme, dhe që kemi kënduar këngë jo vetëm në gjuhën shqipe, po edhe këngë shumë më të rënda që unë kam qenë ende edhe më e vogël. Por prap ja ke dalë? Po, ja ke dalë. Tani me piano, duket edhe piano në ke profesionu mirë edhe jetu marrë pjesë edhe me piano? Po, marrë pjesë edhe me piano në koncertet të ndryshme, koncertet të shkollës, për shembull të festive, edhe jo vetëm të klasës, po edhe kështu të shkollës. Pianon e dua shumë, por jo më shumë se këndimin. Se këndimin, sepse këndimin e dua pa mëse. Dashnia e parë. Po. Ndërkohë, kur jemi te këndimi, me sa e di unë, edhe më ke tregu edhe intervistat kalume, që Dua Lipën e ke model, kështu që kishe pas qef me ndjek. Po. Dua Lipa është, si që dim, njëra prej këngëtarëve me prejardhje shqiptare nga Kosova, edhe unë e dua shumë së ndryshe si çdo fëmijë që ka qef me ndjek këndimin, e ka si idol për më bërë si ajo, sepse ajo ka fituar edhe disa Grammy, kështu që ajo është vërtet një popstar dhe
një idol e çdo fëmije, jo vetëm edhe i tritërve, sepse me zonën e saj është një super këngëtare. Ndërkohë me siguri këngët e saj i din gjitha. Po. A mundesh na janë për neve për shikus tonë me këndu na i refren me këngës duës? Në rregull. I want you, I need you baby, my sugar boo, I levitating, the make away, when I was getting yeah, I want you all night, you're my starlight, I need you all night, come on dance with me, I'm levitating. Bravo, bravo, Ana, me të vërtet ki talent për muzike, dhe kur jemi të konga, na arsyeja pse jemi taku sot është konga jote e re, që ja ke dediku Baba Dimrit. Po. Që është erdhi ideja, se dhjetori gjithmonë është inspirues i festave të fundvitit. Kush ta ka shkruajtur tekstin, muzikën? Po, kjo është një cover i Besa Kogdhimas që e ka bërë, edhe më ka pëlqyer kënga shumë e bukur, shumë festive dhe shumë e lumtur diqysh, edhe besoj që për çdo fëmijë Baba Dimri është një, si me thonë, është që shpreh çdo lumturi te çdo fëmijë, dhe unë gjithmonë kam besuar në Baba Dimër, dhe festa e fundvitit është njëra prej festave më të favorite të mia, dhe gjithmonë e festoj me gëzim, edhe mendova që çdo fëmijë e feston vitin e ri dhe ose edhe Krishtlindjet me gëzim, dhe mendova edhe si unë mund të jenë edhe ata dhe t'ja u dedikoj një këngë. Po, në ndërkohë para sa të ndëgjojmë këngën, do t'ja bësh një klip këngës ose ki plane me marrë pjesë në programe festive, tash çu janë planet e anës? Kam plane të ndryshme me marrë pjesë në programe të ndryshme, në televizione të ndryshme, në RTK e të tjerë. Nuk është vendosur ende për klipin, po besoj që në vazhdimsi edhe do të vendoset se çka do të bëj, po një klip gjithçysh po besoj që do të. A shkruan ndonjëherë tekste për veten apo i merr zakonisht kur të bën këngë i merr të? Po, tash jam ende e vogël edhe sigurisht i marr, edhe shumicën ndihmon edhe babi, se njërën prej këngëve kur jam qenë më e vogël e maj mend që babi e ka shkruar. Po ka ndihmu, edhe shumicën e ka shkru, edhe po ashtu edhe unë ka njëherë i kam një fletore edhe ndonjëherë shkruaj edhe tekste, edhe anglisht, po edhe shqip. Dhe do me thonë inspirohem dhe më vinë ide të ndryshme, po basi jam ende e vogël, ato këngë nuk ndoshta mund të realizohen në të ardhmen. Po. Në ndërkohë, do doja shumë të ndëgjoja fillimisht refrenin live të këngës së re, për me ju lënë tani shikuesve edhe me ndëgju, edhe me sigurinë në kanalin tënd në YouTube do të jetë kënga. Po, do të jetë gjithçysh. Po, ma këndon të lutem një pjesë të këngës live. Falë dhe ti, më shumë dashuri, nga qielli po zbret një surprizë po të pret. Santa Claus po vjen në qytet, Santa Claus po vjen në qytet, Santa Claus po vjen në qytet. Bravo, Ana, me të vërtet ke një super zë dhe jam shumë e lumtur që po i ndjek kontra tua dhe po e prezanton krejt ato që ka ti e ndronë për vetën tënde me punë edhe me shumë mund, sepse me qenë nxënëse shumë e mirë në shkollë, edhe njëkohësisht me ndjek baletin, me qenë pjesë e korit, me qenë pjesë e pianos edhe të këndimit e çdo gjë tjetër, duhet shumë përkushtim, po një duar trokitje të madhe për prindët tu që të kanë mbështetë edhe kanë punuar shumë që ti m'ja dalë edhe me i plotësua ëndrrën tënde edhe jo me unal, me sjell hala me shumë këngë edhe me orë çdo herë të familja unë me i prezentu, të presim gjithmonë. Faleminderit shumë që më keni pas si musafire në emisionin e juaj. Kur ma ka dhënë mami lajmin që kam marrë në këtë emision, me të vërtetë është emision shumë i bukur, edhe kam pas shumë me qef jë marrë, edhe sigurisht një falenderim shkon edhe për prindërit e mi, sepse pa prindër po besoj që kisha mujt të bëhem ajo që jam sot dhe të bëheja ajo në të ardhmen, që do të jam, nuk do të ndaloj punën dhe
shpresoj që të jam gjithmonë ajo që jam dhe që të vazhdoj të punoj në drejtimin tim dhe ëndrrat e mia. A kena një mesazh për shoqet edhe shokët moshatarët për ty, për tuat që janë, çfarë ju kishe thënë? Unë ju kisha thënë që mos ndaloni kur duke ndikur ëndrat e juaja, sepse pavarësisht se jeta na sjell pengesa të ndryshme, gjithmonë ndjekeni rrugtimin e juaj. Po, faleminderit Ana shumë, pata shumë kënaqësinë që të pata në studio, edhe me të vërtetë e ke begatu edhe më shumë emisionin ton, edhe me prezentimin ton, edhe me bukurinë tonë, edhe me tonin tonë. Faleminderit shumë që ishe. Shumë faleminderit dhe ju pa. Dashurisht ka qenë Ana Isufi, një super vajzë e kompletune. E di që këtë prendojmë që fëmijat tonë me shkëlqy në verzionet e tyre, se cilin në talentin e vet, në ato se çka zgjedh. Ona ka zgjedh artin dhe prindërit e saj po e përshëndesin në çdo hap saj. Një super këngë, një super cover, që do të keni mundësi ta ndjekni edhe në kanalin e saj në YouTube, është Ana Isufi, po kanali jot në YouTube. Aty do i keni edhe këngë tjera, por Ana besoj që do të na sjellë edhe covera të tjerë, sepse ky zo nuk duhet me nejt vetëm në trupin e Anës, duhet me dalë edhe na me ndëgju. Faleminderit edhe një herë Ana. Faleminderit. Na bashk po shkojmë tek rubrika jonë e nutricionistës dhe dietologës Alberina Shabani Lazi, ku do ta përgatisim një smoothie për juve që doni me hub pesh pak si shpejt, shëndetshëm edhe shpejt edhe efektiv, sepse shpesh po dobësohemi me çajra me gjëra të tjera që po i humbin shpejt do killa e pastaj po rikthejmë shpejt, sepse organizmi nuk po mësohet me atë ndryshim dhe me atë rutinë. Rutina e shëndetshme, detoksimi i trupit, rregullimi i metabolizmit, rregullimi i imunitetit e bën këto që pesha me u humb pak më lehtë dhe pak më shpejt. Shkojmë te Lena.